Përshëndetje nga unë Kleakica dhe mirë se erdhët në Vibe. Jam shumë e lumtur sepse sot do ta nisim Vibe-in ndryshe nga çdo herë tjetër. Sot jemi me një artist shumë të dashur për publikun, por edhe për mua. Ai është Marseli. Marsel, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi. Ashtu siç e thash më parë, mënyra se si performon dhe se si këndon më pëlqen ekstremisht shumë dhe e doja me domosdoshmëri këtë prezencën tënde sot. Shumë faleminderit, shumë. Atëherë ne të njohim nga muzika, nga performancat, por ne nuk e dim kur historinë tënde. Si ka qenë Marseli kur ka qenë i vogël? Historia ime kam qenë në moshën 8 vjeçare, që e kam nisë karrierën fillimet e para, ma. Edhe aty vazhdova pastaj avash u diella me grup. Jo na për das, na për gjojna kështu. Edhe vazhdova pastaj. Kur këndove për herë të parë para njerëzve? Për herë të parë kam vazhduar në moshën 9 vjeçare. 9 vjeçare kam qenë dasëm. Si u ndjeve? Si u ndjeve, normal emocionet të ishe, po prapë edhe publiku. Do me thënë që në moshë të vogël ti e ke pas pasion muzikën. Po. E mendoj ndonjëherë se ky do jetë profesioni yt i së ardhmes. Me thot drejtën, unë knoja shumë. Knoja edhe i bia jazzit në herë. Se në mali vogël, knoja i bia jazzit dhe kështu pastaj vazhdoj ngeli muzika këngëtar. Kush ka qenë personi i parë që të ka mbështetur në këtë rrugtim tënde? Personi i parë, në që nga qenë familja ime, rob të mi. Pastaj vazhdojnë shoqënia, shokët, më rrallë pastaj. Është marrë dikush nga familja jote me muzikë, keni tip trashëgëmie këtë zërin kaq të bukur Kam melodios? pas babin, ka pasnu babi im dikur. Ka pas qenë që shkote në për dasmë, në për kështu. Nuk zjati shumë, a kupton? Atëherë unë dua të di se çfarë është pjesa që pëlqen më shumë tek mbrëmjet kur performon? Pjesa që performoj më shumë? Ku muzik live thua po? Në muzik live. Cila është pjesa që të pëlqen më shumë? Për këngë? Jo për këngë. Pritja e publikut, se si të pret publiku, bakshishet. Mirë, normal, edhe bakshishet, mirë. Normal, nuk kemi qame ke bakshishet në. Se në dari mirë. Sa bakshishe fiton? Po varet, për shembull, lokal muzike ne mund të marrim 80, 100. A kupton, variona, shkoj 120. Sa ka qenë nata jote më e keqe që ke marrë më pak bakshisha? Nata më e keqe kena në 50 e kena. Kjo është. A të ka ndodhur ndonjëherë në një situatë qesharake gjatë një performance në dasma apo në koncerte? Qesharake kena pas shumë. Shumë situata kena pas. Një ndër to, po, ka haruar tekstin apo çfarë? Po. Ka ndodhur me gjëman. Ka ndodhur. Ka haruar tekstin? Kam harru tekstin, po. Si e ka mofluat? Si ka moflu me gjetëm aty pëse në Google shpejt kongën. Edhe e kena po. Çfarë këngësh kërkon më shpesh publiku? Publiku, po të klasë dëshi për varët se janë këshu, me të preferume i kanë. Po në ndasëm, në kërkojnë edhe talava, edhe popullorja, normal që popullorja është zdiskutohet, po. Cila këngë e ndez më shumë atmosferën? Këngë që e ndez më shumë atmosferën. Tashi unë ke ato të mijet, ke talavat, normal që nizet atmosfera. A kupton, talava e gjithmonë ka atmosferën e vetë. Nga cilat vende preferohet më shumë tallavaja? Tashi, në jug për shembull, me sa kam pa unë, e preferojnë më shumë tallavan. Në jug? Në jug, po. Po ku është ai vend që ti merr më shumë bakshishe, njerëzit hedhin më shumë lek? Në Luz, në Karpën, këto, në Syne, këto që janë këto vendet. Që ne kena lëviz, po. Si je kur flitet për muzikën, si ndihesh? Për muzikën e marrë që unë ndihem super, se në marrë që e kam me qef të madh muzikën. Ti e ke qef të madh muzikën dhe unë do të thoja që ti nuk jeton dot pa muzikë. Po unë jam shumë kurioze të di se çfarë bën në një ditë pushimi, kur nuk je në punë. Ditë pushimi? Në marrë që me fëmijët, me nusën, dalim, bëjmë. Je tip familjar, do me thënë? Po. Po xheloz je? Xheloz me fakte, po jo kot. Po nusja jote është xheloze duke qenë se ti mund të rish edhe vonë, deri në mëngjes. Është, po. Është, a? Je, gru, je. Si janë mbush mendjen ti gruas që mos mendoj ashtu siç mendon ajo, se ne femrat mendojmë pak më shumë dhe pa lidhje ndonjëherë. Unë gruan teme duz, bëhet fjalë se ne kena edhe se muzika tallava i ka këto gjëra, balerina gjëra. Kurse unë jam përkushtuar ke familja, ke nusja ime.
e kalamoj dhe mi, Sa mirë. për zodën e ma, se po të zë zodën. Bravo. Se jam, ka edhe tipa tje që bëjnë, po unë, për vete, Kush është personi që të kritikon më shumë? kritikon më shumë. Normal që flasin në dhe mi. Për çfarë të kritikojnë më shumë? Po, për punën, jo sillu mi me filonin. Normal se këto janë fjalët që të flasin prindit. Sillu mi. Patjetër, këto janë këshilla që të gjithë prindrit e kanë për Po. fëmijët e tyre, pavarësisht moshës që fëmijët kanë. Normal. Unë doja të di, a ke kënduar ndonjëherë pa lek për dikë? Po, Po, po shoqni, po e kena bo. vetëm për shoqërinë. Po shoqni, po e kena bo. Po nëse nuk do ishe këngëtar, çfarë do ishe sot? Çfarë do bëja? Që të bëjën sot? Ha, Punëtor si që tjerët, punëtor i thjesht. çfarë? Po që dilte? Vetëm me majtë familjen, se normal. Ajo është. Sot në këtë pikë që ne jemi dhe po flasim, çfarë ëndre ke pa realizuar dhe çfarë ëndre do të realizosh? Ëndra që duhet të realizoj. Tash unë, ëndrën e parë kishe e familjen, kalamajt, fëmijët e mi normal. Tash i qofim, në dorë të Zotit, Po, është patjetër. suksese, nuk diskutohet. Tani, është pjesa e fundit e intervistës, është rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Po, Dasëm apo klab? klap, Klab, ë? Si klab? Pse klab? klap. Pse të pëlqen më shumë klabi? Po jo, po klap punojën. Po, Kafe apo pije freskuesa? me kafe, Det apo mal? det, Mëngjes apo natë? natë, Mik i vjetër apo mik i ri? mik i vjetë, TikTok apo Instagram? TikTok, Një fjalë që të përshkruan? fjalë që më përshkruan. Mërset, Tjetër këngëtar, këngëtar, normal. besnik, i Besnik. sinqert. Gjitha këto që Sinqert, të gjitha, shumë. po gjitha mi kam. Bjonda apo Bruna? Bruna. Kënga që nuk mungon kurrë në makinën tënde? Me të drejten, të kongët kam këto muzikët turke, që janë këto pjesët instrumentale, vetëm këto përqe. Këngëtari i zhanërit tënd që vlerëson më shumë? Në këngëtarët, Të zhanërit tënd bëhet fjalë. të zhanit, unë jam ke Morre Mameti, të këto që përqe për këto Një këngëtarë. këngëtar që do dojtë kishë një bashkëpunim me të? Në ma që Morremi dohet kisha. Tjetër? Bashkëpunim. Morremi në Pandorën, këto janë ato Të që zhanërit. unë i kam fiksim, po. Tani është koha për performancën. Po, Marcel Digja. po. Gati, Gerdo? Kam një jetë me ty, shpirtin e kam bosh. Fundil dashuri se gjeta do. Allah ti kalbo gabimet e tua. Dhe ti vetë din, nuk e jetë pa mua. Në shpirt nuk kalba për tjetë njeri. Tim vetë shvidim dhe fundim dashuris. Në shpirt nuk kalba për tjetë njeri. Tim vetë shvidim dhe fundim dashuris. A mirë do t'ishte ty mos kisha një. Tjetëri e darë kishim unë dhe ti. Tani do të vosh kur të them lam të mirë. Jetë nuk e pa mua, jetë nuk kam pa ty. Në shpirt nuk kalpa për tjetër njeri. Tim vetë shidin në fundin dashuris. Në shpirt nuk kalpa për tjetër njeri. Tim vetë shidin në fundin
dashuri, si me dëshirim në fundi dashuris. Che la pare, je me pare, si di dušero dolar. Che la pare, je me pare, io večero le dolar. A do me ditë si bojet jeta, që largo qa si raketa, kredatojnë nga në shkojmë, pishoj shtia qove kom, peshë, venin e qojnana, na thojnë kampiona peshë, venin e qojnana, na thojnë kampiona, kella pare, gjyme pare, si di dušero dolar, e la pare, gjyme pare, jo večero le dolar. Ej, ajde di në basha, o poi piano radi, inge sano cuyano, o malete di, Ibresano cuyano, o malete dibres, o malete dibres, o more che cana, ai ai de din bashan e gajeto bela, ai ai de din bashan che gajeto bela ya. Super. Ka dalë super. Ishte super performancë. Faleminderit shumë. Çfarë ke për të thënë tjetër? Kam një përshëndetje për familjen time, për mamin, për babin, për dy motrat e mi, për nusën, edhe për dy engjëjt e babit, për Anin e vogël, edhe për Milunën e vogël. Oj, që i përshëndesim. I ka babi zemër. Edhe i përshëndetje për gjithë kolegët e punës time, Landi jetën, edhe gjithë çunat e Bizozit, Zanit Durrësit, Gëzimin, gjithë çunat i përshëndes. Edhe ju rujt Zoti çuna. E paçim punë sa më shumë. Marcel, ishte kënaqësi. Faleminderit. Falenderoj shumë që erdhe. Edhe ty Gerti të falenderoj Shumë që erdhe. faleminderit për ftesën. Dhe ju uroj shumë sukses dhe patsisht sa më shumë punë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.